Dje ka qenë dita 10 e agjërimit veç me ujë pa ushqim për nisën e ditë. Ditën e 8 edhe ditën e 9 nuk kam postu fare në rrjetet sociale sepse kam dhënë intervistë për ABC News në Kosovën, video të cilave keni në TikTok. Prej ditës parë deri në ditën e 7 kam qëndruar veç me ujë thjesht, kurse prej ditës 8 kam filluar me i hedh pak krip. Unë kam krip të Himalajev, mirë po preferohet edhe krip e detit. Me i hedh ujit, në mënyrë që më ndihmu disa proceseve në trup që ndodhin. Madje tash së fundmi prej ditës 10, pra prej diet kam filluar me përdor edhe elektrolite edhe vitamina të cilat i ndihmojnë trupit për disa procese që janë shumë rëndësi. Përndryshe uri nuk kam, kokdhembe nuk kam, marramendi nuk kam, flej mirë, eci, dal, kryj punët e mia. Gjithë që dëshironi mi pa intervistat që nuk keni në TikTok, shpjala sepse në TikTok audienca po është më e madhe, aty i keni të postuar ose i keni në kanalet zyrtare të ABC News edhe në Kosovës ku flitet për ditën e 8 edhe ditën e 9 të agjërimit veç me ujë për nisën e ditë. Si për herë po ju rekomandoj që nëse keni për me hu pesh, mos e heni kësaj pune. Kjo bëhet për mu pastru trupi, edhe trupi pastrohet edhe me 3 ditë agjërim veç me ujë. Mundi me shku deri në 5 ditë nëse keni mazë jamore. Unë personalisht nuk ju kisha preferuar me shku më gat. Është sfidë më e vështirë, është sfidë përveç sfidë fizike, është edhe sfidë mentale, e cila është shumë vështirë me rezistu sot ku jetojmë në këto ushqyerje. Si për herë kemi këto patikat, lëkur original, lëkur.leather online shop. Faqe cila i bën shitjen e tyre. Mundi me porosit online Kosovë, Shqipni, Maqedoni, Malzi, Lugin, edhe i vjen deri te shtëpia. Pimi është 49 euro, 5 euro ndon për familjet e nevojë, gjithë ju që keni nevojë për to ose që doni mi bë me patika dikon që ka nevojë, shkoni edhe porositni pa problem. Dëgjojmë nesër për videon e radhës që është për ditën e sotit, ditën e 11.